Prodhimi i ullirit në Lezhë këtë vit është i kënaqshëm. Në fshatrat Troshan dhe Fish, të njohura për kultivimin e kësaj kulture bujqësore, fermerët kanë nisur vjeljen, por problem mbetet mungesa e fuqisë punëtore. Të rinjt janë larguar dhe fermerët po hasin vështirësi të shumta për të siguruar krahun e punës. Ndërkohë kërkesa për vaj ulliri vendas mbetet i qëndrueshme dhe e lartë, thonë fermerët. Edhe ai punëtor që vjen e funit është 30.000 lekë në ditë. Ska rinikun ma. Sa të mund është, më ne po i lam të ati hanë gargujt. Çmimi është i mirë, sigur thonë fabrikat, i mirë. Edhe mirë, një kuintal ullin, 16 kg vaj. Vështirësi ka për punëtor. Ka vështirësi se ne kanë hikë fëmijët tonë, nuk na ka kush bërë, që me thënë ata që është. Kur hikun fëmija, nuk vjen ndonjëja me të vilë mallin tanë. Trek po. Ka kërkesë. Trek ka kërkesë. Përballë këtij prodhimi të bollshëm të ullirit dhe vajit, tregu vendas është i rrezikuar dhe duhen gjetur mekanizmat e nevojshëm për të eksportuar edhe jashtë vendit, thot specialisti i bujqësisë Prenk Marku. Ne duhet të prodhojmë atë vaj standardeve të Bashkimit Evropian që të ketë treg jashtë. E dyta, duhet vinë përpunimi edhe i kriposjes, sepse Lezhë ka edhe ullin që janë për kriposit, vinë përpunimi i linjave të përpunimit për kripjen e ullirit në zonën e prodhimit të ullirit. Sipërfaqet me ullin në fshatrat e Lezhës po vinë gjithnjë në rritje gjatë viteve të fundit, ku numërohen qindra hektar tokë bujqësore të mbjella me këtë kulturë. Çmimi i ullirit varion nga 150 në 200 lekë për kilogram, ndërsa çmimi i vajit nga 800 deri në 1200 lekë për litër.